Nuk e kisha kuptuar në fakt që në Shqipëri kishte kaq shumë dashamirës të ambientit. Gati më vjen turp në fakt sepse me sa duket pas kemi hyrë në një epokë të re për kujdesje ndaj ambientit që nuk e kisha vënë re. Në fakt për herë të parë ndihem si qytetar i Bashkimit Evropian. Por kam nevojë ta di kur ndodhi ky transformim. Sepse deri dje dikush hillte qesin e plerave nga balkoni dhe kanaqen nga dritarja e makinës me një elegancë olimpike. Deri dje lumejt tanë dukeshin si depo me të rinësh dhe askush nuk protestonte. Deri dje plazhet mbusheshin me shishe plastike pas çdo fundjavë. Deri dje pyjet tëra digjeshin nga pakujdesia dhe askush nuk fliste. Deri dje ai qeni bënte nevojë tek hyrja e pallatit dhe pronari vazhdonte rrugën sikur kishte kryer një akt patriotik. Tani papritur dalin deri edhe kundër makinës me ujë dhe gardëve të policëve në mbrojtjet e natyrës. Për mua kjo është fitoria më e madhe, sepse ky është ndërgjegjësimi i vërtet. Por me sa duket unë e pas kam humbur këtë revolucionin kulturor që pas ka ndodhur tek ne. Sepse nuk maj mend ndonjë protest për lumin e mbushur me plera, nuk maj mend ndonjë marshim për ato kanaqet në plazh, nuk maj mend ndonjë revolt kombëtare për bishtat e cigareve që mbulojnë Bregdetin. Ndoshta shqiptarët kanë qenë gjithmonë ambientalistë dhe unë thjesht nuk e kam kuptuar. Nëse është kështu, ky është lajmi më i mirë që kam dëgjuar prej vitesh. Sepse atëherë, pas protestës, duhet shohim një Shqipëri krejt tjetër, më me pak plera, më me pak plastik, më me pak ndotje, më me pak justifikime. Sepse dashuria për natyrën nuk matet tek pankarta që e man për një ditë, matet tek kanaqja që nuk e hell në tokë kur askush nuk sheh. Po ti çfarë mendon? Apo shohim një zgjim të vërtetë të ndërgjegjjes qytetare, apo thjesht një kaos që më pëlqen më shumë se tjerët? Më shkruaj më poshtë, Zoti Dekov.